Në veri të vendit që përbën afër 1/6 e territorit, nuk ka më barrikada e struktura paralele, nuk ka më kapadai zullëmçare, kontrabandist, nuk ka më pika doganore që digjen, por ka kufi që mbrohen e ruhen, ka rend dhe qetësi publike. E pra, sovraniteti shtetëror nuk matet me deklarata televizive në Prishtinë, por me sigurinë e qytetarit në Leposavić, Zubin Potok, Zveçan, Mitrovic. Ne kemi shtrirë sundimin e ligjit, e kemi shtrirë shtetin tonë në gjithë territorin e Republikës, sepse e kemi dashur Republikën më shumë se rehatin tonë. Në veri, ku para vitit 2021 nuk kishte asnjë stacion policor, sot kemi 9 stacione rrotull kufirit që garantojnë sovranitetin e Republikës në çdo cep të territorit. Heroi ynë, Rreshteri Afrim Bunjaku, dha jetën për sovranitet shtetëror, integritet territorial, lavdi Afrim Bunjakut dhe lavdi çdo ushtari dhe polici që e ruan territorin dhe popullin tonë. Të dashur aktivist, opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bësh kapiten i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiun. Refuzuan të votojnë për Glauko Njufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet, për mua refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se si unë u dashka të eliminohem me çdo mjet. Refuzuan të votojnë, qysh e dini, edhe për 1.1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare dhe e quan vendin në ato zgjedhjet e kaluara, refuzuan buxhetin, refuzuan rritjen e pensioneve. Tash na I humbin 10 milion të mbështetjes nga bashkësia ndërkombëtare, përveç atyre mbi 10 milion për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Shtrohet pyetja, pse? Bindja ime e fuqishme është se qëndrimet e tyre vijnë nga frika. Frika e tyre nga fitoria jonë është më e madhe se dashuria e tyre për vendin. Më të madhe e kanë frigën e urrëtitjen ndaj nesh, sesa atë dhe dashurinë për Republikën e Kosovës. Vetëm se nuk pranuam pazaret e oligarkëve, ndarjet e terminaleve doganore dhe postet e ambasadorëve. Ata u bashkuan të gjithë kundër nesh, PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Jo për të ndërtuar shtetin, por për të rikthyer atë në burim privat pasurimi. Përballë këtij fronti të errësirës, ne me dritën e Naimit apo dhe me dritën e Sokratit I themi popullit nuk ka kthim prapa, ka vetëm ecje përpara. I keni dëgjuar pa numër herë teksa thonë Kurti po e izolon Kosovën. Unë nuk përgjigjem, Kosova kur nuk ka qenë më e pranishme dhe më e mirë pritur në kancelarit e botës se sa tani. Të përfaqësuar me dinjitet në nivele më të larta se çdo herë tjetër, teksa jemi në udhë të mbar, madje edhe me vendet mosnjohëse për njohje të reja, por edhe për integrimet evropiane e euroatlantike. Nëse vërtet doni të gjeni ndonjë izolim, po, jemi të izoluar nga korrupsioni. Jemi izoluar nga pazarllëqit e natës, po. Jemi izoluar nga krimi organizuar, po. Por jemi të hapur ndaj vlerave, jemi të hapur ndaj dinjitetit, jemi të hapur për punë dhe për bashkëpunim. Edhe nga opozita kërkuam bashkëpunim për presidentin, për ata nuk na e ofruan asnjë emër. Apo edhe kur flisnin për ndonjë emër,
nuk e ofruan asnjë nënshkrim. Apo kur edhe i treguan disa nënshkrime, nuk ishin nënshkrime për ndonjë emër. Hapjes son ata ju përgjigjen me bllokim e vetëm me bllokim. Prandaj edhe quhen bloku opozitar. Me fjalë të tjera, të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vendosje, opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. Është në qenjen e tyre bllokimi. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes dhe qeverisjes sonë. Në vitin 2025 thanë nuk e duam Albulenën. Erdhë një akt gjykim super kreativ i gjykatës kushtetuese, i cili tha që Albulena ka drejt 3 herë të propozohet. Në vend të Albulenës e sollëm kryetaren e partisë Guxo, që gjithashtu është partnere e koalicionit tonë, Donika Gërvallën, tha nuk e duam Donikën. Pas Donikës, Ministrin e Financave Hekuran Muratin tha nuk e duam as Ministrin e Financave Hekuran Muratin. Pas Hekuran Muratit erdhi ish Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, tash kryesuese e grupit ton parlamentar Arbrien Agapsi tha nuk e duam as Arbrien. Në fund e votuan propozimin e Arbris që nuk e dëshën Dim Albashi, siç e dini ju. Dhe kur erdhi puna te qeveria, thanë s'vjen konsiderim Albini, po ja ku është Glau Konjusa, kandidat për kryeministër, tha nuk e duam as Glaukun, do shkuam zgjedhje. Si vjet, nuk donin kurfar propozimi konsensual për president të Republikës. Dhe çfarë bëm ne, më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, propozuam Glau Konjusën, mbi 318.000 vota. Nëse s'kemi konsensual askë, atëherë po e prezantojmë atë që ka më shumë të mbështetje popullore, sepse fundja ky është edhe kuptimi i demokracisë. Ky është kuptimi i zgjedhjeve elektorale. Dhe kundër kandidati Glaukut, më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ishte deputetja jonë e nderuar, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, tha nuk i duam këta asnjëri. Me dekret prezidencial, ju thanë gjithë deputetëve, shkonin në shtëpi, kur ishin bërë veç se 2 muaj e gjysmë që ishin mbajtur zgjedhjet. E fituam një kohë shtesë prej rreth 5 javësh dhe u përpoqëm me krejt çka dime mundemi. Lidhës Demokratike të Kosovës, i thamë, e janë në bashkëqeverisje, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, që është 2 fishë asaj që ka partia Guxo. Thanë jo. Atëherë edhe Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe Partisë Demokratike të Kosovës, ju thamë, me qenë se keni shumë hallë që ne po i marrim 3 pozitat e larta shtetërore, le ta bëjmë një rokad në kryesinë e kuvendit, ku ju merrni kryetarin e kuvendit, ndërkaq kryetarja jonë bëhet nën kryetari juaj bëhet kryetar. Ose edhe kryetari i partisë le të bëhet kryetar. Është çështje e tyre. Së pari LDK-s, jo, PDK-s, po ashtu jo. Dhe kur as kjo nuk pati sukses, ne thamë që tërhiqen Glauku dhe Fatmirja, nëse ju na i sjellni 3 emra, sepse PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet duhet bëhen bashkë që të propozoj një emër të vetëm. E ne ju thamë, ju që bashkë kur bëheni, mund të propozoni veç se një emër, ju propozoni 3 emra dhe ne u garantojmë që njëri prej tyre zgjidhet. Edhe adin si e garantojmë. Ju thamë që u garantojmë sepse së pari u japim nënshkrimet që ata të kualifikohen për aplikim dhe në fund ju garantojmë që do të zgjidhet njëri prej tyre. Asnjë përgjigje prej tyre. E kur japim përgjigje, bllokim, refuzim. 3 kandidat, PDK dhe LDK,
që i kanë vetëm 37 nënshkrime në rastin më të mirë, kanë mundur të na i propozojnë, ndërkohë që atyre ju nevojitën 90 nënshkrime. Por ata me 37 kandidat në rastin më të mirë, dhe ne si mazhorancë me 66 kandidat, do të mbrinim edhe mbi 100 nënshkrime, kështu që 90 do të kishim të sigurta. Paramendoni seancën e Kuvendit Republikës, ku duhet të votohet patjetër për njërin prej 3 kandidatëve që të gjitha ata 3 të propozuar nga opozita, e cila përndryshe kur bëhet bashk, këtu po e fusim edhe subjektin tjetër AK-n, PDK, LDK, AK, T3 së bashku i kanë 43 deputet, na 57. Krejt mi bo bashk, nuk bojnë sa na. Krejt mi bo bashk, do të mja ushtu edhe 1/3 e tyne për mu bo sa na. E na ju thamë, ju propozoni 3 kandidat, ne o zgjedhëm njërin, thanë ju. Partia Demokratike e Kosovës ndodhet në kuadër të familjes së partive liberale evropiane, Renew Europe, ripërtrije Evropën. Kështu quhet familja e partive liberale në Evropë, ku bën pjesë PDK-ja. Lidhja Demokratike e Kosovës bën pjesë në familjen evropiane të partive të djathta që quhet Partit Popullore Evropiane. Le të shkojnë edhe PDK edhe LDK, le të pyesin në familjet e tyre ideologjike evropiane. Çka mendojnë ato për ofertën e kryeministrit dhe kryetarit Kurti nga lëvizja vetëvendosje për bashkëqeverisje e përndarje pushteti në shtetin demokratik? Por nuk guxojnë ta bëjnë këtë, sepse është absurde refuzimi i tyre për propozimet tona. Me madhësinë e vogël në cilën kanë rënë, të mos pranojnë këto ofertat gjeneroze tona, tregon se situata është iracionale. Por ne jemi subjekti fitues dhe racional, ndërkohë që bllokimi është bllokim i humbësve dhe iracional. Të nderuar delegat, aktivist, ata po bllokojnë, por ne do të vazhdojmë. Republika e Kosovës ka ushtruesit detyrë të presidentes, Albolina Xhiu, ka kryeministrin detyrë, mua, ka qeverin detyrë, gjithë këta ministra, zëvendës ministra. Ajo çka s'ka Republika e Kosovës është parlamenti. Opozita e ka skenë parlamentin, sa e në qeveri nuk është. Ajo e ka privuar veten nga skena e vetë. Prandaj, shteti ynë me punët e mbara e të mira do të vazhdoj. Ky bllokim nuk është pra thjesht bllokim ndaj nesh, para se gjithash është bllokimi që ja bëjnë vetvetes së tyre. E pas zgjedhjeve, ne sërish do të kërkojmë bashkëpunim për një president jo partijak. Për një president të ri jashtë skenës aktuale politike, me integritet e me kompetencë, me vlera e me merita profesionale e kombëtare, dhe ata e dinë që kjo ofertë e jona është shprehje e hapjes sonë që është tipike për një subjekt demokratik, por atë që ata mbase nuk e dinë dhe është mirë ta kuptojnë është se edhe populli e di të vërtetën. Është e kotë që të përpiqen të mbulojnë të vërtetën me sajesa, me sofizma, me narrativa false që i përsërisin në për mediat e tyre private. Një mendimtar i njohur thoshte se e vërteta nuk ka nevojë për shumicën që të mbetet e vërtetë, por shumica ka nevojë për të vërtetën që të mbetet e lirë. Dhe në Kosovë shumica e di fort mirë të vërtetën dhe ajo është e lirë. Dhe nga kjo liri, populli, shumica e votuesve që e din të vërtetën e kanë 7 qershorin. Kjo e vërtet edhe njëherë do të kthehet në vot, edhe njëherë vetëvendosja do të dalë e para, edhe njëherë vetëvendosja do të lëviz për para, më e madhe se e dyta dhe e treta së bashku,
edhe një herë do të bëjmë thirrje propozitën që të bëhet konstruktive për shtetin dhe popullin ton. Ata duan të na lodhin, por ne nuk lodhemi dot, sepse misioni ynë është pakrahasimisht më i rëndësishëm se çfarëdo lojrash të tyre.